Përplasja me armë mes dy grupeve të rinj ka shkaktuar një masakër të vërtetë në Tiranë. Nga shkëmbimi i zjarrit në një lokal natë në rrugën Elbasanit pranë gjuhëve të huaja, kanë mbetur të vrarë 4 persona, ndërsa shumë klientë që ndodheshin aty kanë mbetur të terrorizuar nga të shtënat. Gjithçka ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit duke u kthyer e marta. Dy grupe të rinj kanë qenë brenda në lokal ku janë konfliktuar e sipas policisë për motive banale. Sherrri mes tyre ka degeneruar me shpejtësi deri në nxjerrjen e pistoletave, madje duke u zhvendosur dhe jashtë lokalit. Në vetëm pak minuta, nga të shtënat kanë humbur jetën Edison Jaho, 36 vjeç, Enea Xhai, 38 vjeç, Arbër Demiraj, 19 vjeç, që është djali i ish prokurorit të apelit në Tiranë, Skënder Demiraj, si dhe shtetasi italian Paolo Azallo, 60 vjeç. Ky i fundit besohet se nuk kishte lidhje me ngjarjen, të ndroi jetë duke u transportuar në spital. Krismat e armëve kanë vënë në panik dhe banorët e pallatit në katin e parë të cilit ndodhej lokali. Ata kanë njoftuar policinë, e cila në pak minuta ka rrethuar vendin e ngjarjes, si dhe ka bërë të mundur arrestimin e autorëve të dyshuar. Ata janë Konstantin Xhuvani, 25 vjeç, djali i deputetes SPS-s Luiza Xhuvani, Erald Sida, 24 vjeç, si dhe Albano Ballcaj, 19 vjeç. Policia sekuestroi gjithashtu në vend ngjarje 2 pistoleta, 3 gëzhoja fishekësh, si dhe 2 makina tip Benz. Drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi dhe krye prokurori i Tiranës Petrit Fusha drejtuan hetimet e para, teksa oficerët shoqëruan 22 persona, të cilët besohet se kanë ndjeni për ngjarjen. Aktualisht grupi hetimor me 3 prokurorë po punon për të zbardhur plotësisht dinamikën e krimit që shokoi mbar opinionin. Burimet e policisë bëjnë të ditur se pas konfliktit të parë, vrasjet kanë qenë të llogaritura, pasi të paktën një prej viktimave ka marrë një plumë në kokë. Mes protagonistëve të ngjarjes spikat emri Konstantin Xhuvanit, djalit të Luiza Xhuvanit. 3 vjet më parë, ai u akuzua për vrasjen me një plumë në kokë të shokut të tij Alfred Musabelliu. Pasi qëndroi i fshehur për 3 muaj, i riu u dorëzua në polici dhe më pas u dënua nga gjykata e Tiranës me vetëm 2 vjet burg.